Në Shkodër, në kuadër të artimit të planit përgjithshëm vendor është mbajtur dëgjesa e radhës publike e cila është fokusuar në Shkodrën e së ardhmes, në kuadër të artimit të një dokumenti strategjik siç është plani i përgjithshëm vendor. Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, gjatë fjalës së saj, është shprehur se ky plan i jep bazat për të ardhmen. Për sa kohë që po shkojmë drejt një procesi që ka një fund dhe fundi është tani, shumë shpejt. Më pas ne do të kemi një konsultim në nivel politik, vendor, edhe me këshilltarë që në fakt kanë qenë pjesë e këtij procesi gjatë gjithë kohës, dhe më pas procesi do të vazhdojë përsëri me gjithë procedurën ligjore që do të njeh pranë Këshillit Bashkiak, sigurisht pranë Agjencisë Kombëtare të Territorit në nivel qendror, edhe në vazhdimsi me përmbylljen dhe miratimin e një plani që është ndër dokumentet për cilët ne jemi mbështetur, që vlen thuhet është dokumenti themelor i rëndësishëm, sidomos pas reformës territoriale. Dhe kjo është ajo, pa këtë sigurisht ne nuk do të mund të drejtojmë drejt investimet, sidomos investimet strategjike apo investimet në fushën e zhvillimit. Për Shkodrën është menduar skenari policentrik, i cili kërkon një qasje të kombinuar në zonat urbane dhe rurale. Sistemi policentrik paraqitet si koncept në dy nivele, si në nivelin bashkiak, ashtu edhe në nivel qytetesh, ku shërbimet dhe aktivitetet duhet të shpërndahen më shumë në territor. Sipas këtij plani, zona urbane e Shkodrës do të kishte nevojë të krijonte qendërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Skenari policentrik përputhet me vizionin, objektivat dhe politikat e planit përgjithshëm kombëtar. Ky skenar promovon më shumë zhvillimin shumë dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për zhvillimin rajonal. Gjithashtu, krijohet një hierarki qendrash, nga primari urbane deri tek qendra lokale të cilat ofrojnë shërbime bazë për komunitetin. Ky skenar promovon mbrojtjen e burimeve natyrore dhe ujore. Gjithashtu, sipas ekspertëve, garanton mundësi për zhvillimin e turizmit gjithvjetor, sipas parashikimeve të planit të përgjithshëm kombëtar.